Jemi kthyer këtu me mysafirin në studio të dashur miqtë e mi dhe do të diskutojmë një temë që është shumë aktuale, një temë që është bërë nevojë kohës, është inteligjenca artificiale e cila po transformon çdo punë, e ka transformuar edhe jetën tonë, ka ndikuar në krejt fushat, por çfarë është rëndësia e përdorimit të saj ose praktikimit të saj, konsultimit të saj edhe në çështje më të ndjeshme, për shembull në financa, çfarë siguri e kemi ne kur pyesim inteligjencën artificiale për pjesën e financave, a mund të japim një kod bankar për llogaritë tona që kemi dhe transformimi digital pra po ndryshon rrënjësisht mënyrën se si organizatat punojnë, si analizohen të dhënat dhe si merren vendimet financiare. Sot do të flasim pra për mënyrën se si inteligjenca artificiale po automatizon proceset rutinë dhe si përmirëson raportimet financiare, si ndihmohen auditorët dhe në analizën e riskut që ata analizojnë, edhe si u mundson profesionistëve të fokusohen në punët strategjike me vlerë të shtuar. Instituti për Kontabilitet, Auditim e Financave po bën një punë të mirë, e ne e njohim këtë institut si KAF. Ai mban sot një seminar me temën Inteligjenca artificiale dhe veglat e avancuara në funksion të rritjes së efikasitetit në kontabilitet, auditim, financa dhe përpunim të dhënave. Kemi ftuar të flasim për këtë temë profesorin që do të ligjërojë sot për këtë temë atje, Vebin Eziri, ekspert në fushën e inteligjencës. Profesor, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Unë pash edhe një titull pak më të gjatë, ekspert në teknologji, siguri, sistemet avancuara dhe automatizëm. A jam gabim? Po, nuk jeni gabim, po më qëndron ajo që e thatë. Do të thonë me shumë kompetencë. Po, do të kam një përvojë të gjatë, do të mbi 25 vite, do të në fushën e teknologjisë informative. Mirë, po do të e bashkëdyzuar do të me profesione tjera, për arsye se një kohë gjatë do të përmes teknologjisë kum punuar në projekte të tjera, do të me gjuhën shqipe, me financat publike, me financat private, edhe pak a shumë po ham do të një bashkëdyzim do të i teknologjisë me fusha tjera për çka edhe sot të flasim në një fushë pak më specifike. A është e ndjeshme kjo fushë në raport me inteligjencën artificiale? Realisht fusha e teknologjisë në përgjithësi do të është një fushë e cila ka një dinamikë jashtëzakonisht më të shpejtë do të se sa ndoshta fushat e tjera. Prandaj do të është një fushë që ndryshon vazhdimisht dhe një fushë e cila do të rrish i përditësuar, i updateuar do të vazhdimisht do të me trejat, me teknologji të reja dhe përdorimin e tyre do të në të gjitha fushat. Çushi keni me përqendruar ligjëratën tuaj sot? Ligjërata e sotme do të jetë e përqendruar kryesisht te pjesa e parë, për arsye se audienca është kryesisht financa, kontabilitet, auditor, do të fushat financa, mirë po një pjesë e tyre do të sigurisht kanë nevojë pak të kuptojnë më mirë do të edhe konceptet bazë të inteligjencës artificiale, se çfarë është inteligjenca artificiale, pastaj do të fokusohet do të pak po hamet hyrjen me pjesën e kryesore do të konceptet, pastaj do të jetë shumë praktike, do thotë me shembuj konkret, do thotë se si i ndihmon inteligjenca artificiale, do thotë këto profesione e sot në seminarin e sotëm do thotë specifikisht do thotë për auditorët, kontabilistë, do të financierët. A ka interesim të tyre të mësojnë të jenë pjesë e këtyre seminareve, po besoj që ndoshta është me interes të jenë ata aty. Interesimi është jashtëzakonisht i madh, do thotë edhe në për seminaret edhe të tjera do të ngjajshme që i kemi mbajtur me institutin KAF, do të interesimi ka qenë shumë i lartë, është prap vazhdon të me qenë i lartë, mirë po është pak edhe një interesim për të mësuar gjëra të reja, po edhe një interesim kisha më thujt pak nga frika se mos inteligjenca artificiale eventualisht do thotë po i lëm pa puna, po i zëvendëson profesionet e caktuara, mirë po ne zakonisht e sqaroj do që inteligjenca artificiale në fakt nuk i lën njerëzit pa punë, mirë po i transformon shumicën e profesione, i transformon do të profesionet për cilat po flasum, madje unë shpesh herë do thot inteligjencën artificiale e spjegoj pak me shembuj konkret dhe tham se nëse çekani sopata do të kanë qenë një zgjatim i dorës, ku njeriu do të ka mund po me kry një punë me një forcë fizike më të madhe se sa ka mund vetëm me dorën e tij, ose tham nëse rrota ka qenë do të një zgjatim i këmbës, do të ku tash realisht përmes rrotës na udhtojmë shumë më shpejt, shumë më larg, do thotë se sa kemi mujt do të me trupin ton, ndërsa së fundi tham do të inteligjenca artificiale është një zgjatim i mendjes. Dhe realisht një punë cilën nuk mund ta kryejmë
me mendjen tonë në mënyrë të shpejtë, po e quaj, do thotë dhe në mënyrë aq efikase, tash e shfrytëzojmë inteligjencën artificiale do të për t'i kryer punë shumë më shpejt dhe me cilësi më të lartë. Do të më ditë me pyet inteligjencën artificiale, do të më ditë me përdor apo do të këto trajnime i bazoni këto që është përdorur. Po, për atë arsye thash do të fillimisht e sqarojmë do të çfarë është inteligjenca artificiale. Mirë, po e sqarojmë pak edhe çështjen etike, do të sepse etika duhet të jetë jashtëzakonisht në nivel të lartë, të respektohet etika, për arsye se tash me inteligjencë artificiale mund të përpunohen sasi të mëdha të dhënash, edhe mund të ketë keq përdorim, do thotë nëse guxojmë me quajt keq përdorim, do thotë ose mashtrime, manipulime, prandaj do thotë profesionistët e fushave të ndryshme, të cilët punojnë do të me inteligjencë artificiale, duhet ta kenë krahas punës së tyre, çdo herë do të etiken e përdorimit të inteligjencës artificiale që do thotë mos të bëjnë zbulime të informacioneve të cilat mund të jenë të klasifikuar apo i quaj do thotë qoftë për brenda institucionit konfidencial apo nivele tjera. Sa ka siguri përdorimi i inteligjencës artificiale në sistemet financiare, profesor? Siguria edhe të sistemet financiare do të është e njëjtë, le të themi sikur sot të profilet ose të fusha tjera, po ham çdo herë duhet të kërkoj do thot maturi, do thot edhe profesionalizëm, do të si po përdoret, çfarë dhënash po përdoren, ato dhëna do thot mos të shpalosen, do të dhëna të cilat janë do të mbrohet privatësia deri diku ose drejta e atij burimi. Realisht tash kjo ketën varet prej profesionistëve të cilët e përdorin inteligjencën artificiale, prandaj po themi do të ndërgjegjësimi i profesionistëve dhe i përdoruesve të teknologjisë informative, teknologjisë po dhe inteligjencës artificiale specifikisht, është me rëndësi do të vazhdimisht ta kenë parasysh që mos të bëjnë shpalosje të informacioneve të cilat janë Ka rreziqe për këto keq përdorime Ka rreziqe, mirë, po shumica institucioneve publike dhe private duhet të kenë politika, duhet të kenë akte normative të cilat e rregullojnë do të qasjen e të dhëna, do të sepse realisht pa inteligjencë artificiale do të na mundin ndoshta të zbulojmë do të po themi në mënyrë sekuenciale informacione të caktuara, ndërsa inteligjenca artificiale ka aftësinë që gjurmoj, që të analizoj të dhëna do të në sasi jashtëzakonisht mëdha për një kohë jashtëzakonisht të shkurtë, prandaj do thotë edhe mundësia e keq përdorimit, do thotë e manipulimeve të ndryshme me dhënat tona personale, me dhënat tona të ndjeshme mund të jetë e madhe, mirë, po ham do thotë institucionet, organizatat do të krijojnë politika, do thotë ku i përcaktojnë sakt qartë, do thotë kush ka qasjen ato të dhëna, ku mund të transferoj ato të dhëna e kështu me radhë. Domethënë sa duhet me pas qasje edhe komunikimi me inteligjencën artificiale. Ju keni punë sot me kontabilist, me auditor, me ata që i përcjellin ose i monitorojnë të gjitha të dhënat financiare, derisa po bësha gati për këtë intervistë e pash një term blockchain në auditim dhe në kontabilitet. Është një teknologji që ruan të dhënat për mënyrë më të sigurtë, më transparente. A ka rrezik inteligjenca artificiale me cenu këtë pjesë të sistemit financiar? Realisht termi blockchain do të është një teknologji e viteve të fundit, eventualisht dekadave të fundit. Blockchain do thotë kryesisht është bërë i njohur përmes kriptovalutave. Do të ka kriptovaluta e quajtur Bitcoin. Dhe realisht edhe kriptovaluta Bitcoin edhe shumë kriptovaluta tjera do të kryesisht do të kanë gjetë zbatim në pjesën e financave, do të zbatojnë teknologjinë blockchain. Teknologjia blockchain është një teknologji ku nuk kemi nevojë tash edhe për sisteme kompjuterike, po edhe për gjërat e tjera, nuk kemi nevojë të besojmë një personit të vetëm, një autoritetit të vetëm, apo një bazë, një aplikacionit të vetëm, mirë po dhënat janë të shpërndara. Dhënat cilat i posedoj unë, po themi institucioni A, mund t'i ketë mund t'i ketë, po do t'i ketë të njëjta, do të edhe institucioni B, edhe institucioni C, edhe institucioni D. Dhe është transparente, do teknologjia blockchain e ofron do transparencën si një prej tipare veçorive kryesore, e ka pandryshueshmërinë, sepse do të është e pamundshme pothuajse të ndryshohen gjërat dhe pa një audit të saktë. Dhe shpesh herë ndryshimi i të dhënave, do thotë po themi që dhënat tona personale, dhënat financiare, do të kërkon kosto të lartë dhe ajo kosto do thotë pak a shumë me përdorat shprehjen e popullit, nuk ja vlen barra qiran, do të mi bën ndryshimet sepse investimi mund të jetë shumë më i lartë do thotë se sa përfitimi. Tash
zbatimi ose implementimi i teknologjisë blockchain në financa do të është jashtëzakonisht po një prej fushave ku ka gjetë zbatim më shumë do të teknologjia blockchain është në fushën e financave, kuptohet do të në bashkërendim do të edhe me inteligjencën artificiale. Po, profesor, me çfarë vegla mund të rekomandohen këta auditor ose kontabilist të punojnë për ta praktikuar inteligjencën artificiale? A ka platforma të veçanta, a duhet me pas program të veçantë, apo me një kompjuter thjesht? Realisht vegla kryesore është kompjuteri, do të ose një pajisje po themi kompjuterike, cila do të qoftë një laptop, një PC, do thotë në zyrë apo një telefon. Kryesisht ka dhe vegla të specializuar për fushat e caktuara, do të vetëm për auditor, vetëm për kontabilist apo financier të caktuar. Për shkak të sigurisë ose të ndjeshmërisë fushës? Kjo do të varet kryesisht, po në mas të madhe, varet do të për institucioneve ose organizata ku punojnë ata, po edhe nëse janë le të themi si profesione të pavara, do të ku ushtrojnë profesionin si individ, prapse do të nëse duan të zbatojnë do të politikat e sigurisë, edhe të ruajnë privatësinë, të ruajnë konfidencialitetin, do të mundsohet. Përveç veglave të specializuara, do të janë këtu veglat e përditshme ku pjesa dërmuese sidomos në Kosovë do t'i përdorum produktet e Microsoftit, siç është Office, Wordi, Exceli, do të financierët, kontabilistat kryesisht një ndër veglat kryesore do thotë përveç aty në sisteme që mund t'i kenë, do të është edhe Exceli. Prandaj edhe në Excel do thotë te Office 365 është mund të inkorporohet do të kopiloti. Po i shpjegoni sot në ligjërat apo? Po, është Desha edhe diçka, e tham që nuk mundet me i lënë pa punë, nuk i zaventson inteligjenca artificiale auditorët dhe kontabilistët apo jo? Çka nëse një biznes e konsulton veç inteligjencën edhe nuk merr një kontabilist ose realisht inteligjenca artificiale po i transformon profesionet, do të edhe financa, edhe kontabilitet, edhe profesionet e tjera, do të unë tham nuk i lëm pa punë, mirë po i transformon, për arsye se po themi një kontabilist është dashur me bën do thot analizë të librave, regjistrave të caktuar, do thot në mënyrë manuale, do thot dhe i nevojitet jashtëzakonisht një kohë gjatë, ndërsa tash përmes teknologjisë informative ose inteligjencës artificiale më saktësisht mund të bëj analizat të shumta ku mund të gjej gabime, mirë po prap kur po themi nuk e zëvendëson, do të vendimarrja do të kryesore do thot i mbetet prap njeriu. Do të njeriu sigurisht në ditët e sotme dhe në ditët që po vijnë, nuk ka nevojë të punoj aq shumë sa ka punu do të në vitet e kaluara, ka nevojë të punoj më pak në aspektin kohor, mirë po rendimenti të jetë jashtëzakonisht më i lartë. Mendjen duhet me dhënë në funksion kur të nalim makinën. Mendjen në funksion, do shpesh herë tham. Kur nalim rrotën atë. Po, unë shpesh herë tham do të nëse të kaluarën kemi punuar 8 orë, mirë po rendimenti nuk e kemi pas 100%, tash do të punojmë 4 ose 6 orë, mirë po rendimentin ta kemi 120%. A është Kosova e gatshme ta vënë në funksion inteligjencën artificiale në tërësi në sektorin financiar? Kosova është e gatshme, do të edhe duke pas parasysh aspektin e sigurisë. Po, gjithsesi, po Kosova ka një rini jashtëzakonisht të shëndosh, një rini jashtëzakonisht entuziaste, kryesisht në vitet e fundit është rrit interesimi i të rinjve, do të studentëve, do të për të studiu, do të në fushat cilat lidhen me teknologjinë informative, me inteligjencën artificiale, dhe shërbimi outsourcing do të që dhon shërbime do të në fushën IT-s është një prej shërbimeve jashtëzakonisht në rritje, do thotë edhe ma fitimprurse për Kosovën. Prandaj mendoj që Kosova ka potencial edhe ta implementojnë shumë inteligjencën artificiale në sektorin e financave, përgjithësi po tham kontabilitet, auditim, edhe në sektorin publik, edhe në sektorin privat. Mi po përtej kësaj, unë mendoj që Kosova ndoshta madje edhe mund të them po vanohet në disa aspekte të implementimit do të inteligjencës artificiale, qoftë në sektorin publik, qoftë në sektorin privat, për unë potencoj vazhdimisht të sektorin publik, sepse sektori publik do të ka kapacitete. Është nevojshme që institucionet të digitalizohen në tërësi apo? Është nevojshme edhe është kërkesë e kohës, kisha me thujt, po e marrën vetëm një shembull të thjesht, na shpesh herë do të kemi nevojë me thirrna për institucione të caktuara, do të edhe publike dhe private, për një shërbim që s'na funksionon, le të themi, qoftë interneti, qoftë telefoni, apo për të marrë telefonin burokracia. Pikërisht mund të implementohen do të kopilota të ndryshëm, qata të ndryshëm, do të cilët përgjigjen do të edhe me zë, edhe me shkrim, dhe mund të përgjigjen 24 orë, 7 ditë në javë, dhe nuk
Pa shqetësu asnjërin palë. Pa shqetësu asnjërin palë dhe asnjëherë nuk ka nevojë të thotë do të që linja është e zënë. Po. Sepse i njëjti asistent po e quaj, do të mund të përgjigjet afërsisht po jemi diku te regjistri civil nëse zgaboj rreth 3 milion qytetarë dhe nëse 3 milion qytetarë do thirrin në të njëjtën kohë, nëse e përballon do të rrjeti, atëherë do ai do i përgjigjet 3 milion qytetarëve në të njëjtën kohë. Po, sigurisht. Sigurisht shumë fushë gjerë dhe shumë joshse për të mësuar me shumë kurreshtje, madje edhe ne të tjerët, që ndoshta pak kemi përvojë në këtë fushë. Ju profesor keni shumë përvojë në këtë fushë, edhe po duhet të pyet pak personalisht çfarë projekti keni ju tuaj në të fundit që lidhet me inteligjencën artificiale dhe që është nevojë e kohës? Realisht, kohën e fundit, unë jam të marrë kryesisht me disa projekte me blockchain, do të edhe në sektorin publik, edhe në sektorin privat. Ja pas na qellu që të pyeta për blockchain. Edhe në sektorin publik, edhe në sektorin privat, po gjithsesi. Mirë, po do thot në të gjitha ato projekte ka edhe pjesë të inteligjencës artificiale. Kohën e fundit do të kemi pas edhe një prezantim do të një konferencë jone do të Alpshkencës do të organizuar edhe me Akademinë e Shkencave, do të për botin shqiptar, do të i cili do të kryesisht po flasim për korpuset e mëdha, do thotë dhe aty do të është projekti i fundit ku jemi të punu do të me një grup të kolegëve do të për inteligjencën artificiale. Mirë, po njëkohësisht jemi në fazën e mendimit ose diskutimit të ideimit, do thotë edhe me institutin KAF, do të për disa projekte të caktuara do të ku përfshihet inteligjenca artificiale, kryesisht do të për projekte që lidhen me financa. Më vjen shumë mirë që ndahet kohë për programin e mëngjesit, nuk po duam ju ndalë më shumë se di që keni angazhim shumë sot edhe me studentë edhe me të tjerë të interesuar në këtë seminar. Shumë faleminderit e nder që ishim bashkë në këtë mëngjes. Faleminderit edhe një herë, njëkohësisht e shfrytëzoj rastin për fund, do t'ju bëj thirrjet e gjithë atyre të cilët ende le të themi nuk janë regjistruar për të marrë pjesë do të në seminarin e sotëm apo edhe në seminaret e ardhshme, sepse Instituti KAF do të vazhdimisht është në trend me kohën edhe organizon do të seminare, do të takime të ndryshme të cilat lidhen me temat e kohës. Faleminderit për një herë. Faleminderit, shumë kënaqësi. Po pra të dashur dëgjues, siç tha profesori Bebe Neziri, ekspert në fushën e inteligjencës, Instituti për Kontabilitet, Auditim e Financa që ne të gjithë e njohim si Instituti KAF, ka certifikuar shumë auditor e kontabilist me kohë të gjatë. Ai funksionon që disa vjet në Kosovë, diku e pash prej 2005-s, edhe ka arritur shumë sukses, diku mbi 5000 individ kanë marrë trajnime, programe aftësimi nga ky institut dhe kanë marrë certifikata që njihen edhe ndërkombëtarisht. Tash është nevojë e kohës mësimi për inteligjencën artificiale, praktikimi i saj në shumë fusha, në çështjet financiare shumë të ndjeshme, prandaj janë shumë të nevojshme këto seminare dhe shumë të mirë pritura ndoshta edhe nga individët të cilët duan të avancojnë dijet e tyre, profesionet e tyre me trendet të kohës. Ne kthehemi për pak me informacione të tjera.